Shifë një armë që janë këthyme, thu se kanë hyrë në shtëpi të ndonjë terroristi. E kena ftu edhe avokatin e Hasan Krasniqit me cek që me marë pjesë në debat, po s'ka pranu. Mirë po, i kemi deklaratat e ti, masi folëm për rastin e ti, ta ndëgjojmë çka po thot avokati i Hasan Krasniqit njerë. Avokata në të regon për çka është të dyshu Hasan Krasniqi. Sot është bërë prej prokurorisë speciale kërkesa për saktimin e paraburgimit, për këshpërdhërim për zite zyrtare. Unë e vlerësoj që hetimi ka shku shkele shka, klienti im besojnë që politikisht janë duke e përndjekur, për shkak se është folë si emër i mundshëm për kryetarët komunës në zgjedhjet e ardhshme komunale. Ne kom pa shumë të meta, spari mënyra se si është kryer bastisja, shifeni këtë foto këtu, shifeni armë që janë këthyme, thu se kanë hyrë në shtëpi të ndonjë terroristi. A ky është ish luftari UÇK-s, i ka 3 pluma për këtë vend.